Mirëmëngjes, dhe tani do të fokusohemi pak tek ngjarja e rëndë që kemi parë ditën e djeshme në kryeqytet, ku një kompleks në afërsi të farmacia 10 në Tiranë u përfshi nga flakët. Mendohet se mund të jenë rreth 30 apartamente të cilat kanë pësuar dëme të konsiderueshme, mund të jenë djegur totalisht. Megjithatë, edhe në orët rënvim do të ketë më shumë përditësim për atë se çfarë ka ndodhur. Fatmirësisht nuk pati të lënduar rënd, paktën kjo është raportuar, kanë qenë persona të cilët morën mjekimin e dur, por janë jashtë rrezikut për jetën. Marrim pak më shumë informacion me Esidon, i cili sërish në bashkohet në këto komunikim të drejt për drejt. Esido, fjala për ty. Po, ju përshëndes sërish, në fakt janë pamjet e pallatit, zjarri masiv i cili ka përfshirë një pallat në afërsitë e zonës e njohur si farmacia 10, të paktën nga pamjet duket se janë më shumë se 30 apartamente të prekura, të paktën zjarri ka nisur që në katin e parë në një market në këtë pallat ku ka vijuar më pas deri në katin e 11. Mendimin e operatorit tonë shikojmë dhe në fakt pamjet aktualisht të pallatit 11 katësh, i cili është shkëmbuar totalisht nga flakët, ende vijon të dalë tym të paktën nga disa apartamente. Forcat zjarrfikse kanë ardhur sërish ditën e sotme. Në fakt disa trupat të forcave zjarrfikse janë pozicionuar brenda apartamenteve ku ende dyshohet se mund të ketë prezencë ose vatra të vogla të zjarrit për t'i fikur dhe për t'i izoluar të gjitha, madje po punojnë në këto momente të paktën me mjetet e tyre për të shuar çdo flak të mundshme, pasi paraqitet rreziku ende për shkak të temperaturave të larta brenda apartamenteve të shkrumbuara, ku mund të lindin sërish zjarre, le të themi, për të evituar dhe për masat më të mëdha për shkak të materialeve, të rrobave apo të orientive shtëpiake të cilat lehtësisht mund të jenë të djegshme. Sa i takon shkaqeve të zjarrit, ende nuk kemi një përgjigje zyrtare të paktën nga ekspertët e forcave zjarrfikse, por edhe grupit e punës për të përcaktuar realisht se çka e ndezi zjarrin, i cili shkrumboi komplet pallatin 11 katësh. Të paktën nga kamerat e sigurisë është vërtetuar që duket se zjarri ka nisur në ambientet e jashtme të pallatit, në një market ku të paktën duken disa kuti nga kamerat e sigurisë, të cilat përdoreshin si mbedorina për marketin, duket se aty ka nisur zjarri, duke shkëmbuar më pas nga kati 0 deri në katin e 11 totalisht për shkak të materialit të djegshëm brenda strukturës metalike të pallatit. Duket se zjarri ka qenë tepër i fuqishëm, duke përfshirë në pak minuta të gjithë strukturën e xhamit, ku pjesa më e rëndësishme ose le të themi më shkëmbuar është pas nesh për shkak të rrethit dhe të perimetrit të sigurisë. Nuk mund të futemi për shkak se forcat zjarrfikse e kanë të ndaluar që kamerat të pozicionohen për shkak të rrezikut që mund paraqisin, pasi mund të binë sërish inerte. Megjithatë, në kamerën të paktën e pamjes siç duket, është materiali për ilëzhgur i cili përdoret brenda materialeve metalike dhe pra le të themi është për shkak të vetratave të ventilimit, i cili bën ndarjen mes tudhës dhe materialit metalik. Nuk është djegur, nuk është shkrumbuar nga zjarri ashtu siç nuk duhet, por është një material tjetër brenda profileve metalike, i cili të paktën dyshohet mund të jetë dhe nën produkti naftës, i cili ka marrë zjarr menjëherë, duke bërë të mundur për që flakët nga kati 0 të shkojnë brenda pak minutash deri në katin e 11. Fatmirësisht për masat e kësaj standardet sigurisë në ndërtim, e si do çfarë nuk kupton kjo? Ka dyshime që nuk janë respektuar standardet në këtë ndërtim sa i takon materialeve që janë përzgjedhur për veshjen e vetratës metalike për mbështjellëse tek pallati, termoizolimi pra si quhet ndryshe. Megjithatë, kjo ngelet një përgjigje zyrtare nga ekspertiza për të parë le të themi shkaqjet realisht të zjarrit, apo dhe nëse janë zbatuar apo jo kushtet teknike sa i takon parandalimit të përmasave të zjarrit. Kjo ngelet padyshim që të kemi një përgjigje nga ana zjarrfikse zyrtare të paktën nga grupi i punës. Megjithatë, fatmirësisht edhe pse për masat po. Megjithatë, si do i diskutueshëm edhe fakti sepse ky kompleks pallatesh disa vite më parë, nëse kujtojmë, ka qenë i përfshirë nga flakët dhe jo nga ky krah i fasadës që ne shohim, por nga krahu përballë në rrugën kryesore, pra fasada me ngjyrë të bardhë. Pra, duket që ka pasur një lloj problematike sa i përket efikasitetit që kishte kjo lloj fasade për të ndezur nga zjarri. Kujtojmë këtu pak vite më parë, i njëjti kompleks pallatesh janë çuar kërkesat le të themi për ekspertizë dhe për rregullim ndoshta të situatës, por nuk është marrë asnjë gjë parasysh, asnjë mas. Po, Flori, përpara disa vitesh në përfundim të këtij kompleksi pallatesh, janë disa pallate të cilët formojnë gjithë kompleksin për tek farmacia 10. Në fillim fare përpara disa vitesh pati një zjarr, jo i përmasave të mëdha, i cili fatmirësisht u parandalua duke mos sjell pasojë të rënda. Megjithatë, duket se sërish janë përdorur ose dyshohet të paktën që janë përdorur sërish materiale jo të duhura sa i takon veshjes të profileve metalike, i cila nuk bën përcjelljen e zjarrit. Kjo ngelet një përgjigje shkurtimisht, sepse jemi vërtet në limitet e kohës. Ka patur sisteme kundër zjarrit, sisteme funksionale, të cilat mund parandalonin këtë ngjarje, dhe duke lidhur me shembullin që dha Flori, do të ketë inspektime në komplekset e tjera nga Arlis SBK? Apo edhe komplekset e tjera, jo vetëm nga ndërtues të tjerë?
Ekspertime do të ketë të paktën raportohet nga forcët zjarë fikse, sa i takon kushteve teknike nëse kanë qenë efikase apo jo duke që nuk kanë qenë efikase për shkak të përmasave të zjarrit, mbeten 11 qytetarë të lënduar në mesin e tyre dhe forca zjarë fikse, të cilët paktën asfiksime apo lëndime të lehta fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Shkaqet priten të përcaktohen në ekspertizën ligjore të zjarë fikseve se çfarë e shkaktoi zjarrin, pra në një paketë elektrike apo zjarr i ndezur nga një person tjetër, ende është herët për të folur për shkaqet e zjarrit apo për elementet e sigurisë nëse firma ndërtimit i ka zbatuar apo jo. Qartë, ne shpresojmë që të merren masat e nevojshme për të parandaluar ngjarje të tilla të rënda, sepse edhe duke ditur që çfarë po ishin qytetarët për të marrë një apartament në Tiranë, kjo është e tmerrshme. Faleminderit Esido. Faleminderit Esido. Faleminderit juve.